Shqipëria përjeton një krizë politike të paprecedent. Por para se të ndalem në këtë analizë, do të informoj shqiptarët për shkallën e tmerrshme dhe kontrollin e tmerrshëm mbi mediat që Noriega apo Ramaduro i Tiranës ka vendosur në Shqipëri. Pas skandalit të tunelit Llogaras, lëshimit firmosjes së aktakuzës dhe marrjes të pandehur të numrit 1,5 apo pas Edi Rams, Lubi Ballukut, pas përplasjeve në pallatet e krimit, pallatet e pushtetit, sot Ramaduro del para mediave dhe nuk guxon asnjë gazetar, asnjë gazetare t'i bëj pyetjen më të vogël për Lubin, për tunelin e Llogaras, për vjedhjet të tmerrshme që u kanë bërë shqiptarëve. Për ta diferencuar dhe Ambrosias i ka hequr akreditimin apo vizën dhe nuk e lejojnë të hyjë si përfaqësues e televizionit armik në konferencat e shtypit të tij. Në të gjithë historinë e konferencave të shtypit këtij vendi në 32 vite, kjo është konferenca më e turpshme që të i kalon çdo lloj konference tjetër. Shikoni se çfarë kontrolli të tmerrshëm, se si ka arritur ai të detyroj pronarët e medjave, gazetarët, pronarët, drejtorët, që të paraqiten në konferencë shtypi pas një super skandalit të tillë dhe të mos guxojnë t'i bëjnë një pyetje të vetme. Nuk ka asgjë. Nuk ka aktakuzë më të rëndë sesa kjo. Nuk ka formë më staliniste, më naziste, më ekstremiste, kontrolli mbi mediat sesa kjo. Si mundet? Kur mediat e botës, kur shqiptarët në çdo votër diskutojnë ditë e natë për këtë problem, gazetarët në konferencë shtypi nuk guxojnë t'i bëjnë kryenarkosit të Shqipërisë një pyetje për një super skandal që përbën vjedhjen jo të 50. 50 janë në letër, në fakt janë 90 milion euro në tunelin e Llogaras.
të cilin e qartë si dritë e diellit se përgjegjësi numër 1 është Edi Rama, sepse në atë aferë të vendosur në Ankara nuk mundet kur të vendoste Lubi Balluku. Jo. Ajo është vendim ekskluziv, kur dhe miqtë e tij më të ngushtë e thonë, e shkruajnë, se geopolitikën e ka kryeministri, dhe e vërtet është ajo. Do themi, mos, nuk e ka ministri geopolitikën, jo. Geopolitikë e ka kryeministri. Pra, geokorrupsionin, do them. Pra, nuk ka diskutim që Lubia është masha e tij, është instrumenti i tij.